Është mbajtur në Pogradec konkursi titulluar Gjua dhe komunikimi qytetar në epokën digjitale mes shkollave 9-vjeçare të rrethit, në të cilin ngaruan konkretisht 29 shkolla. Ky konkurs ka nxjerrë në fakt nxënës të spikatur pothuajse nga çdo shkollë të cilët kanë marrë përgjegjësinë ose për të qenë parësor në këto konkurse. Gjua shqipe është në themel të orientimit ton. Gjua shqipe është ajo e cila na mban si kom, na mban të gjallë, ndaj dhe i kemi kushtuar shumë rëndësi këtij konkursi, jo vetëm gjuhës, por dhe letërsisë. Nxënësit gjatë kësaj periudhe kanë treguar aftësitë e tyre letrare dhe gjuhësore, të cilat duhet të zbatojnë çdo ditë në jetën tonë të përditshme. Ndërkaq, në fazën finale u përballën 2 shkolla, ajo Koligusho e qytetit Pogradecit dhe Shefkim Uçllari e Vërdovës. Konkursi në këtë fazë u fitua nga shkolla Koligusho. Shkolla Koligusho ishte shkolla fituese, pra shkolla që mori më tepër pikë në këtë konkurs dhe më tepër pikë në të gjitha përballjet që kanë qenë. Unë i uroj suksese dhe shpresoj që mund të përfaqësoj qarkun në rangun kombëtar. Pritet që nxënësit e qarkut të Korçës të paraqiten në takimin e tretë të këtij konkursi që do të mbahet në kryeqytet, fazë përfundimtare që do të shpallë edhe fituesit kombëtar. Syri u vel ka mes docent të bukurisë, vetëm zemra e nënës u gjet ka dhe aroma e Shqipërisë.